Mbani aloe vera në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Me siguri pyesni nëse ende nuk e keni provuar pijen me aloe vera, ku qëndron sekreti i kësaj pije të magjishme dhe cilat janë përfitimet e përdorimit të saj. A mundet vërtet të ndihmojë në të gjitha problemet? Mundet, në të cilat përdorime nuk mund të përfitojmë nga vlerat e saj. Por edhe të gjitha ata të cilat kanë filluar edhe me konsumin, kanë ndjerë përmirësime të dukshme të kësaj gjendje shëndetësore dhe kanë vendosur ta vazhdojnë konsumin e saj. Gjeli aloe verës përmban vitaminën A, B dhe gjithashtu C dhe E, thartirat folike dhe niacin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Trupi ynë nuk ka mundësi të prodhojë disa prej tyre ndaj nevojitet i merrni nëpërmjet shtesave ushqimore. Aloe vera është ndër bimët më të shëndetshme, kjo pasi përmban 75 lloje të lëndëve të dobishme. Te këto lëndë hyjnë vitaminat, mineralet, aminoacidet, enzimat, sheqernat si dhe përbërësit fenoli. Mënyra më e mirë për të bërë këtë pije në përditshmëri është pirja e lëngut të aloe verës të bërë nga xheli i pastër i aloe verës, i cili njihet gjithashtu si një forcues mbrojtës i organizmit dhe pengon stresin oksidatues. Disa nga mineralet të cilat janë gjetur te aloe vera janë kalciumi, natriumi, hekuri, kaliumi, kromi, magnezi, mangani, bakri dhe zinku. Me konsumin e aloe verës do të merrni të gjitha vitaminat dhe mineralet e nevojshme të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e përgjithshëm të organizmit tonë. Këto të dhëna janë më së të mjaftueshme që ta përdorni atë në pijet tuaja të shijshme. Rekomandohet ta pini atë esëll. Filloni ditën e re me një gotë me lëngun e aloe verës të tretur në të. Kështu përfitimet që do të keni prej saj do të jenë vërtet të larmishme. Aloe vera ka efekte të mira edhe në sistemin tuaj tretës. Kjo pije mund të ndihmojë njerëzit që kanë shpesh probleme me lëvizjet e zorrve. Në qoftë se zorët tuaja janë në të pastra dhe nuk ndjeni komfort me barkun, mund të përdorni edhe aloe verën. Kështu ndikimi i saj do të jetë gjithashtu parësor dhe do të lehtësojë edhe komplikacionet e shëndetit tuaj. Nga djegjet e diellit e pickimet e insekteve, xheli aloe verës është një nga alternativat më të zakonshme e cila mund të përdoret edhe në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit tuaj. Falëpërmbajtjes së lartë të vitaminës C, e cila përdoret gjërësisht për qetësimin e lëkurës, por a e dini se kjo bimë e fuqishme mund të sjellë përfitime edhe në shëndet. Lëngu i aloe verës rezulton të jetë një mënyrë efikase për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm. Para se të shtoni në listën tuaj të blerjeve, është mirë të dini se ekzistojnë 2 lloje kryesore të lëngut të aloe verës. Zgjidhni gjithmonë lëngun që është bërë vetëm nga pjesa e brendshme e gjethes, këshillon dietologja Mia Sin nga Charlotte City. Ky veprim përjashton edhe lehtësimet dhe minimizon rrezikun e problemeve laksative. Në këtë video do të rendisim të gjitha përfitimet kryesore që do të merrni nga lëngu i aloe verës dhe pse këshillohet të përfshihet në rutinën tuaj të përditshme. Lëngu i aloe verës është i pasur me vitamina dhe minerale të rëndësishme për trupin. Aloe vera përmban një sër vitaminash që veprojnë si antioksidant, përfshirë vitamina A, C dhe E, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga stresi oksidativ. Gjithashtu përmban minerale të rëndësishme të tilla si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, mangani, kaliumi dhe zinku. Ai lehtëson gjithashtu edhe problemet tuaja të kapslëkut. Për shkak të efekteve laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë për të përmirësuar lëvizjet e zorrve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si zgjedhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë konsultohuni me mjekun. Filloni me doza të vogla dhe zgjidhni gjithmonë lëngun nga pjesa e brendshme e gjethes. Mbron shëndetin e lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkaktari i akneve. Duke ndihmuar në hidratimin nga brenda, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë ndjeshëm gjendjen e lëkurës dhe ta bëjë atë gjithashtu edhe më të shëndetshme. Ndihmon edhe në kontrollin e niveleve të sheqerit në trup. Një studim i vogël i vitit 2015 zbuloi se përdorimi i ekstraktit të aloe verës te personat prediabetik ndikoi në uljen e ndjeshme të sheqerit në gjak brenda 4 javësh. Gjithashtu, ka veti të mira antiinflamatore.
Vitamina C, vitamina E në aloe vera funksionojnë si antioksidantë të cilën ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit. Ato luftojnë radikalet e lira që vijnë nga ndotja, duhani ose alkooli, citoi Silverman. Nëse trupi juaj është dëmtuar nga stresi oksidativ, antioksidantët ndihmojnë në rigjenerim. Përforcojnë sistemin imunitar. Falë përmbajtjes së vitaminës C, aloe vera ndihmon sistemin imun duke mbështetur procesin e shërimit dhe përmirëson funksionet mbrojtëse të trupit. Lehtëson urthin dhe refluksin. Një tjetër studim i vitit 2015 tregoi se shurupi i aloe verës ndihmon në lehtësimin e simptomave të refluksit të acidit te personat me këtë çrregullim. Mund të përmirësojë shëndetin kardiovaskular. Një studim i vitit 2024 sugjeroi se personat që pinë lëngun aloe vera të pasuruar me përbërës natyral të xhelit aloe verës patën ulje të ndryshme të triglicerideve pas vakteve. Edhe pse rezultatet janë premtuese, është e rëndësishme që të përdoren gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti, për të evituar kështu gabimet që mund të përdorni edhe nga mënyra e gabuar e tyre. Aloe vera është një trajtim i përdorur për shumë kohë më parë, që në kohët e lashta aloe vera përdoret për të lehtësuar problemet e lëkurës. Ky produkt ka disa përfitime të tjera shëndetësore. Megjithatë, duhet të konsultoheni gjithmonë me mjekun përpara se ta përdorni edhe për produktet e saj, sepse në disa raste të caktuara mund të krijojë edhe komplikacione. Zbuloni se kur aloe vera funksionon dhe kur mund të shkaktojë efekte anësore. Studime të ndryshme kanë treguar se vajrat ose kremrat aloe vera ndihmojnë në lehtësimin dhe shërimin e shpejtë të djegjeve, përfshirë edhe ato nga dielli. Disa substanca të aloe verës lehtësojnë entjen dhe përshpejtojnë procesin e shërimit, ndërsa disa të tjera ndihmojnë në rigjenerimin e lëkurës. Megjithatë, duhet të konsultoheni me mjekun paraprakisht nëse keni djegje të rënda, nëse pjesa e djegur është infektuar dhe nëse pjesa e djegur është shumë kohë pa u shëruar. Ajo është e mirë kundër psoriazës. Kremrat e ekstraktit të aloe verës ndihmojnë njerëzit që kanë lëkurë të thatë, kruajtja acarime dhe dhimbje si pasojë e psoriazës. Xheli i saj nuk duhet të jetë edhe me efekte të ndryshme. Gjithashtu, aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë për t'u përdorur në dietën tuaj. Aloe vera është e njohur nga qytetrimet e lashta si bima e përjetësisë. Ajo ka një sër cilësi shëruese, disa prej të cilave mund të jeni edhe të vetëdijshëm. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv që përfshihen polisaharidet, vitaminat, enzimat, aminoacidet dhe mineralet që nxisin përthithjen e ushqyesve. Nëse nuk e keni ende një lule aloe vera në shtëpi, ju sugjerojmë që ta mbillni, pasi përdorimet e saj ndryshojnë pamjen tuaj. Nëse keni probleme me fytyrën si dhe organizmin tuaj, mund të përdoret edhe për emergjenca si gërvishtje, prerje dhe komplikacione të ndryshme të lëkurës. Aloe vera është e pasur me vitamina. Një studim ka treguar se aloe vera përmban vitaminën B12 e cila kërkohet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Ky është një lajm i mirë për vegetarianët të cilët shpesh nuk marrin sasinë e duhur të vitaminës B12 përmes dietës së tyre të rregullt. Të tjera studime kanë treguar se të marrësh aloe vera mund të ndihmojë në disponimin biologjik të vitaminës B12, që do të thotë se trupi mund të përthithë dhe të përdorë më kollaj. Kjo mund të parandalojë mungesën e saj. Aloe vera është një burim i pasur i vitaminës A, C dhe E, acidit folik, kolinës, B1, B2, B3 dhe B6. Ajo përmban aminoacide. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacide thelbësore që kërkon trupi i njeriut. Ajo është e pasur gjithashtu edhe me minerale. Aloe vera ka shumë minerale duke përfshirë kalciumin, magnezin, zinkun, kromin, selenin, natriumin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe manganin. Të gjitha këto minerale bashkëpunojnë për të forcuar rrugët metabolike. Ajo është e pasur me enzima. Aloe vera përmban enzima të rëndësishme si amilaza dhe lipaza që ndihmojnë me tretjen duke shpërbërë dhjamin dhe molekulat e sheqerit. Një molekul në veçanti ndihmon edhe në reduktimin e inflamacionit. Përdoreni gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.